Mbrojtja e fëmijëve është një përgjegjësi sociale. Mbrojtja e fëmijëve të përjashtuar, të shfrytzuar, të trafikuar është një përgjegjësi e gjithëve ne. Nëse të gjithë angazhohemi në këtë çështje, atëherë kemi shanse shumë të mira që fëmijët tanë të rriten të shëndetshëm, por të bëhen dhe të rritur të përgjegjshëm. Qendra Vatra do të vazhdojë të mbështesë ish viktimat e trafikimit dhe në rrezik trafikimi. Bashkohu dhe ti për t'i ndihmuar dhe për krahur ato. Të gjithë bashkë mund të kontribojmë në reintegrimin e suksesshëm të tyre në jetën sociale. Një nga prioritetet e policisë së shtetit është lufta kundër trafikimit të qenë njerëzore. Bashkohu dhe ti, denonco çdo rast trafikimi për një jetë më të sigurt në komunitetin tonë. Abuzimi ndaj njerëzve është krim dhe ne mund të tekalojmë këtë vetëm fal mbështetjes. Dhe këtë gjë e bëni ju, ndërsa ne bëjmë sensibilizimin. Jepni një dorë atje ku duhet, dhe dikush do të jetë mirënjohës gjatë gjithë jetës. Shkolla luan një rol të rëndësishëm për rritjen e çdo fëmie në një mjedis të rrethuar prej besimeve, dijeve dhe shërbimeve, të cilat e mbrojnë fëmijën nga abuzimi, braktisja, dhuna dhe diskriminimi. Të luftosh trafikun e qenieve njerëzore i vetëm është e pamundur. Trafiku i qenieve njerëzore përbën një nga kauzat më të forta mes jetës dhe vdekjes në shoqërinë njerëzore. Liria nuk mund të blihet dhe digniteti nuk mund të shitet. Unë jam Inestasa dhe besoj në një botë ku mund të zerohet abuzimi me fëmijët, skllavërimi nëpërmjet trafikimit dhe përdosja të drejtave të njeriut. Trafikimi i qenieve njerëzore është krim. Bashkohu dhe ti për ta ndaluar atë. Në këtë sfidë të përbashkët, themeli i një bote në të cilën duhet të besojmë është integriteti moral dhe përgjegjësia e përbashkët.